Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit gusht për shenjën e dashit. Tesh, java e parë e gushtit do t'ju rikujtoj një situatë nga e shkuara kur diçka ju është ofruar. Mund të ketë qenë një vend pune, mund të ketë qenë një projekt, mund të ketë qenë një mundësi që për kohën ju keni dhënë një përgjigje shumë shpejt, keni thënë jo, nuk ja vlen, nuk punoj unë për kaq para, ose nuk ja vlen që të harxoj kohën time për një gjë të tillë. Kjo nuk ka të ardhme. E keni dëgjuar dhe i keni kthyer përgjigje shumë shpejt. Tani do të kuptoni që ai në fakt ka qenë një gabim nga krenaria e tepërt, keni humbur një shans shumë të mirë. Mund të ketë qenë një vend pune që tashmë paguan shumë herë më tepër, mund të ketë qenë një mundësi për të marrë pjesë diku në një garë, në një konkurs, në diçka që tani është me shumë rëndësi dhe me shumë vlerë, mund të ketë qenë një intervistë, mund të ketë qenë diçka që ka të bëjë me anën sociale, sidomos për deshët që merren me rrjetet sociale, që janë online, që mund të ketë qenë papagesë si fillim, por është përkthyer në shumë vlerë në aspektin e ndjekësve, në aspektin e audiencës, të influencës që do të ketë sjellë. E them këtë sepse me datë 3 kemi Chiron që lidhet pikërisht me ato gjëra që ne na mbeten si peng, si plag në dem, dhe kjo ka të bëjë me parat, ka të bëjë me diçka që është me vlerë, që për momentin ti e ke parë si një vlerë shumë të vogël, si diçka të parëndësishme, dhe tani është kthyer në diçka shumë me përfitim. Po është mirë që të nxirrni këtë mësim kaq të vlefshëm përpara datës 6 gusht, sepse futet Afërdita, planeti i dashurisë, planeti që lidhet edhe me parat, me luksin, me mirëqenien, futet në peshore dhe duke qenë në shenjë kardinale, një lloj si ju, do t'ju sjell klient të rinj, do t'ju sjell mundësi pune të reja, do t'ju sjell bashkëpunime, do të sjell persona që duan të punojnë me ju, duan të jenë afër jush, dhe është një kohë shumë e mirë, sidomos në aspektin profesional dhe sidomos për ata desh që punojnë me klient, për ata desh që janë në kontakt me njerëzit, me popullin vazhdimisht. Përveç kësaj, edhe me datë 9 kemi Mërkurin, planetin e komunikimit, që futet në Luan dhe duke qenë në shenjë zjarri, një lloj si ju jep më tepër konfidencë, ju bën që të jeni më flirtues, më lozonjar, të doni ta shijoni jetën, keni një dëshirë të fortë, të brendshme për të bërë diçka që ju entuziazmon, për të bërë diçka që ju pëlqen. Dhe këtë e shikoj sidomos në javën e dytë. Kjo do të jetë një javë transformuese, do të jetë një javë e veçantë, një javë ku ndjenjat, emocionet dhe sidomos ai fëmia brenda jush do dalë në sipërfaqe. Pse e them këtë? Sepse me datë 12 gusht kemi hënën e re, dhe kjo nuk është një hënë e re e zakonshme, është një eklipsi total i diellit në Luan. Dhe duke qenë në Luan, lidhet pikërisht me ato gjëra që ty të sjellin lumturi si dash, me ato gjëra që ty të bëjnë të lumtur, pavarësisht paguhesh apo jo. Pra ti ke nevojë në këtë fazë të jetës tënde të kesh diçka në jetë që të sjell adrenalinë, që të sjell pasion, që të sjell emocion, që të shkund nga ajo rutina, nga monotonia, nga pesimizmi, ke nevojë për këtë energjinë pozitive që të mbush shpirtin. Dhe mund të jetë diçka e ndryshme për desh të ndryshëm, për dikë mund ta shprehësh këtë gjë në një formë krijuese, duke shkruar, duke krijuar art, pikturë, muzikë, çfarëdo qoftë që ty të pëlqen, që mund ta bësh me orë të tëra dhe nuk mërzitesh, nuk lodhesh. Për dikë mund të jetë një dashuri e re, një flirt, një dashuri që mund të jetë edhe e pamundur, por që ekziston në formë në distancë, që ato pak momentet e flirtit apo të ngacmimit apo të bisedës bëhen kaq interesante sa ty të fusin në një botë fantazie, në një botë imagjinate më vonë. Për dikë mund të jetë edhe zbulimi i një shtatzanie, mund zbuloni që jeni shtatzan në javën
e dytë ose rreth datës 12 gusht. Çfarëdo që do të vi për ty në mënyrë specifike, dashk, jepi vëmendje, jepi rëndësinë e duhur, sepse do të tregoj për atë gjë që shpirti yt ka nevojë në afat gjatë. Një nga gjërat kryesore është lumturia, plotësimi emocional, çfarë ty të bën të ndjehesh mirë. Pastaj java e tretë do ta kthej sërish fokusin dhe vëmendjen tek puna, tek zhvillimi profesional, do t'i marrësh gjërat në javën e tretë më seriozisht, pjesën, sidomos anën profesionale, aq më tepër që nga data 23 gusht edhe dielli futet në Virgjëresh, dhe me futjen e diellit në Virgjëresh, energjia është e fokusuar më tepër tek përditshmëria, tek puna, do të përgatitesh për rutinën tënde të përditshme, për ato dersh që kanë fëmijë në shkollë, mund të që jeni duke i përgatitur fëmijët për shkollë ose të vendosni një rregull në orarin e punës që ju keni, në menaxhimin e familjes, të shtëpisë, të gjithçkaje, pra do të jeni vazhdimisht të ngarkuar dhe ju duhet një disiplinë e fortë shumë në javën e tretë, një disiplinë fikse që gjithçka çfarë duhet të mbaroni, çfarë duhet të realizoni, ta bëni pa stres, duke reduktuar stresin, duke reduktuar mendimet e shumta. Ju shoh goxha aktiv, shumë aktiv, sidomos nga data 25 gusht, kur Mërkuri, planeti i komunikimit, futet në Virgjëresh. Ajo është një energji shumë e mbar për të mbajtur një listë, për të bërë një plan, për të menaxhuar jetën personale, punën, familjen, çdo gjë. Por është edhe koha e përgatitjes përpara eklipsit në javën e fundit. Në javën e fundit të muajit gusht, mbyllet gushti me datë 28 me një eklips total të hënës, ose hëna, eklipsi hënës së plot në peshk. Kjo është një energji e ndjeshme, kjo është një energji emocionale, kjo është një energji që lidhet pikërisht me ëndrat, me dëshirat e tua, me fantazitë e tua. Ky është momenti që ti të bësh edhe vetë të kuptosh që ndoshta shumë nga ëndrat që mund të kesh pasur më përpara, dashk, kanë ndryshuar tashmë, nuk janë të njëjta me ato ëndra, ato dëshira që ti ke në të tashmen tënde. Dhe java e fundit, sidomos, do të sjellë një situatë paqe, një situatë konflikti. Shikoj që shumë nga ju keni qenë goxha agresiv më përpara, keni qenë shumë të dhunshëm, deri diku edhe të dhunshëm. E keni thënë fjalën e fundit, të parën, shpërthyes, mjaft emocional, mjaft të ndjeshëm, dhe jeta ju ka mësuar që gjërat nuk zgjidhen në këtë formë, nuk zgjidhen me impulsivitet, nuk zgjidhen me agresivitet, duhet qetësi, duhet durim. Ndonjëherë ti mund ta kesh fjalën e fundit, mund ta lëndosh dikë duke ja thënë diçka, por të frenosh veten, të stoposh veten tënde, të frenosh veten është gjëja më e mirë që mund të bësh. Edhe është një formë pjekurie, një formë maturie që edhe pse ti e di që mund ta dominosh bisedën, ti prap nuk e bën atë gjë sepse nuk do të lëndosh palën tjetër. Jo më kot edhe nga orakulli, mesazhi për ju më thot breathe, merr frym, fokusohu tek frymarrja. Kjo është koha më e mirë për të medituar. Nëse nuk e ke pasur ndoshta durimin më përpara, dashur që të meditosh, gjej një formë, meditimi nuk bëhet vetëm ulur apo shtrirë, po bëhet edhe kur je duke ecur. Mund të meditosh edhe kur je në lëvizje, kur je duke bërë vrap ose ecje në natyrë. E rëndësishme është që ti të fokusohesh tek mendimet e tua, të
fokusohesh tek ato mesazhe që të vinë në kohën që je vetëm, në kohën që ke mundësi të qetësosh trurin tënd dhe sidomos meditimi me frymarrjen, ku ti fokusohesh tek frymarrja jote, që ta qetësosh veten, që ta qetësosh trupin, është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm për deshët sepse jeni një nga shenjat më gjaknxeta, më impulsive dhe nëse ju arrini që të menaxhoni këtë anë të vetes tuaj, pikërisht këtë anën emocionale, këtë anën e të reaguarit menjëherë për çdo gjë, pastaj jeta juaj përmirësohet në shumë drejtime. Është një nga sfidat që personat që kanë lindur në shenjën e dashit, sidomos ata që kanë diellin në dash, duhet ta kalojnë. Nëse ke hënën pastaj ajo ana emocionale jote është edhe më shpërthyese se sa personat që kanë diellin në dash. Në përgjithësi ky do të jetë një muaj me realizime të forta për ju, një muaj që do t'ju mësoj të keni më shumë durim, një muaj që do t'ju mësoj të keni më shumë disiplinë, një muaj që do t'ju mësoj se ndonjëherë disa zgjedhje bëhen jo vetëm sepse është diçka që është trendi për momentin, apo është diçka që të sjell menjëherë para, por duhet menduar edhe në afatgjat. A ja vlen, a të sjell ty lumturi, emocion, sodisfaksion në afatgjat, a është diçka që ti mund ta mbash për të ardhmen tënde. Kto janë disa nga pyetjet dhe duke qenë që është mbyllet pikërisht muaji me këtë eklipsin e hënës së plotë në Peshk, që është një energji shumë e fortë spirituale, mendoje si fundin e një cikli me verën, me muajt e kaluar, ku ti diçka e heq nga vetja jote, ku e bën këtë transformimin e brendshëm emocional, dhe transformimi mund të jetë pikërisht kjo, meditimi, qetësia, të fokusuar, të bërit prioritet, pra ti I thua vetes unë do t'i menaxhoj emocionet e mia, do t'i jap kohë vetes, nuk do nxitohem më, do punoj me këtë aspekt të vetes time. Kjo mund të jetë një formë shumë e bukur për ta mbyllur muajin dhe për të marrë diçka me vlerë që do të të shërbejë pastaj për periudhën e shtatorit dhe pjesën tjetër të mbetur të vitit. Okej, Desh, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin gusht. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.